Thomas Tuchel u shfaq dje në konferencën e zakonshme për shtyp ndërsa sot Anglia do të mas forcat me Shqipërinë. Ky takim do të nisë në orën 18 në stadiumin Air Albania. Tuchel ka këshilluar në fjalën e tij lojtarët që të mos bëjnë ndërhyrje ku mund të rrezikojnë kartonin e kuq, kjo pasi do të mungonin në ndeshjen e parë të botrorit. Trajneri anglisë ka përmendur konkretisht e rastin kur një lojtar që ndërhyn në mënyrë të parregulltë si i fundit merr karton të kuq. Kështu duket se preferon që Shqipëria të shënojë para se të humbas një lojtar për botrorin. Është e rëndësishme, jam në dijeni të kësaj dhe do të flasim për këtë. Pa karton të kuq, ju lutem, duke qenë se kemi siguruar kualifikimin dhe jemi në një pozicion ku lojtari i fundit që mban fanellën merr kartonin e kuq, kështu që nëse ka dyshim, atëherë do të ishte më e mençur të mos bënim ndërhyrjen, nëse mund ta shmangim pa karton të kuq, por nuk dua ta bëj shumë temë, por nëse kemi mundësi zgjedhjeje, mos bëj ndërhyrjen, por pëso golin, u shpreh Tuchel që është i qartë se çfarë dëshiron nga ndeshja.